Përshëndetje, ju uroj një ditë të mbarë. Kam një pako letra sot për ditën e sotme. Të shikojmë se çfarë energjie kemi për ditën e sotme. Letra e parë. Letra e parë na sjell pranimin. Ne duhet të pranojmë këtë situatë në të cilën jemi. Është një situatë që duhet të hedhim një hap të ri. E kaluara ka ikur dhe presim vetëm të ardhmen. Gjëra të mira po na vinë. Ne po manifestojmë ndërkohë me hënën e re që të bëjmë një fillim të ri në të gjitha aspektet e jetës, por duhet të angazhohemi dhe të ballafaqohemi fuqishëm me gjërat që po na vinë. Pavarësisht se ti këtë moment je pak e paduruar dhe nuk ke më durim, po të duket çdo gjë e vështirë, por ti duhet të pranosh dhe vështirësitë që ke aktualisht në jetën tënde. Shikoj që kemi frutat. Frutat na sjellin një stin që nuk kthehet, por frutat sjellin gjithmonë rikthime. Shikojmë që tani tutje duhet të gjejmë potencialin e fillimeve të reja, të manifestojmë dhe t'i lëmë gjërat e lashta të rriten. Duhet të bëjmë diçka që të gëzohemi, të ndryshojmë gjërat në jetën tonë, pavarësisht se ne nuk po I realizojmë dot ashtu siç duhet, duhet të shënosh një fillim të ri për veten tënde dhe të gjesh duke realizuar një shteg të ri. Frutat do t'japin lulëzim, do t'japin balancim, sepse shikojmë që kemi nga stinët e vitit që jep plot tavolinat tuaj ose jetën tuaj me gjëra të reja dhe si duhet ta manifestosh atë duke mbrojtur me hënën e re, duke u rritur, duke ecur përpara, nuk duhet ta refuzosh këtë gjë, por duhet të marrësh vendime për veten tënde dhe duhet të veprosh sa më parë. Shikoj që kemi një hënë të re në mbushje, prandaj duhet të zgjedhësh rritjen, të rritesh, të ishe guximshme, të lulëzosh në jetën tënde, të kesh qëllime të reja, të bësh ndryshime dhe ndryshime varet nga ty. Je ti ai që duhet të bësh ndryshim. Por gjithmonë duket menduar për të gjetur një dalje nga kjo, ose të mendosh se kur je një pemë shelgu dhe shelgjet janë gjithmonë duke u rritur, duke të dhënë gjëra të reja, duke dhënë lumenj, duke treguar gjëra sepse ka rrënjë dhe rrënjët e shelgut vijnë gjithmonë duke pasur ujë më shumë, burime për të thithur ujë. Gjithmonë dhe ti duhet të gjesh pikën më të dobët dhe të luftosh atë gjë duke u mbrojtur sa më shumë dhe duke lënë rrënjët e tua të punojnë. Dhe letra e fundit, relaksi. Shikojmë që kërkojmë relaks, lirim, energjish. Kërkon të largohet gjithë energjia negative, kërkon të largohet gjithë situata në të cilën je. Duhet të jesh sa më shumë pozitive, të jesh sa më shumë shembullore për veten tënde, por gjithashtu duhet të shikosh shpërblimet e tua, gjërat e tua që po të vinë në të ardhmen tënde dhe duhet të relaksohesh. Shpërblimi I ri po të vjen. Je ti ai që duhet të marrësh këtë shpërblim dhe të lësh veten të lirë. Shpërblimi është që ti duhet të ndryshosh dhe është një person I rëndësishëm në jetën tënde që po jep prioritet. Vazhdo të japësh prioritet edhe jetës tënde, por jepi prioritet ndjenjave të tua që të jesh në harmoni në ditën e sotme. Ditë të mbarë të gjithëve, ju uroj dhe lajme të mira sa më parë.